U kap me telefon në duar teksa po voziste autobusin në Durrës të Shqipërisë. Për të shmangur gjobën, një gjakovar tentoi të korruptoj zyrtarët policor të cilët e ndalen. Kjo i kushtoi. Në vijim të veprimeve, u referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin A.A. 38 vjeç, banues në Gjakov, për veprën penale korrupsioni aktiv i personave që ushtrojnë funksione publike. Kjo vepër penale, sipas kodit penal në Shqipëri, dënohet me burgim nga 6 muaj deri në 3 vjet, ose me gjobë nga 300.000 deri në 3 milion lek. Ndonse në njoftimin e policisë së shtetit nuk është specifikuar shuma e gjobës. Kodi rrugor në Shqipëri parashikon gjobë 5.000 deri në 15.000 lek, apo 50 deri në 150 euro, për drejtuesit e mjetit që përdorin celularin në timon. Në rast të përsëritjes së shkeljes 3 herë brenda të njëjtit vit, drejtuesit të mjetit i pezullohet leja drejtimit për 3 muaj. Shënjestër.net